Ç'a bëhet shqiptar? Sot do ju japim menim super motivues. Nëse s'keni qenë mirë këto ditë, jeni gati? Me ju bëj pyetjen. Ç'a moshe kur keni qenë fëmijë, keni vurë që nuk kanë drejt gjithmonë të rriturit? Mund të ketë 5 vjeç, mund të ketë 15 vjeç, varet nga kush rritesh, varet sa kompetent është plaku. Po ma të gjithëve ne, pa përjashtim, na ka ndodhur që me një momenti gjatë rritjes e kemi vënë gjithë besimin një të rriturit. Thjesht sepse është më i rritur dhe di më shumë se ne. Vetëm që ky tipi ta mori situatën tatë në dorë, ta dhjesi shumë më keq se ç'ishte. Në këtë moment ty të kap realization. Nuk pas kanë gjithmonë drejt të rriturit. Nga ku momentet tutje ke filluar të bësh kompetent 100% për jetën tënde. Ti pret gjonat vetëm nga vetja. Qofse si ka ndodhur akoma pristin dhe pak, se do ju ndodhi nga çast në çast. Nga kjo na lindi pyetje shumë interesante. Nëse nuk kanë të rriturit drejt gjithë kohës, atëherë kush ka? Askush? Përgjigjja është po plak. Askush se ka iden më të vogël çashtu bëm jetën e vet, njësoj si ti. E di pse? Sepse askush se di çfarë do sjellje nesër. Kjo është diçka që kemi të përbashkët gjithë njerëzit. Askush nuk e di. Edhe nëse dikush është 60 vjeç, i suksesshëm, me shtëpi, me familje, me biznese, me gjitha. Edhe i person që mund thosh se i ka kryer gjithë punët, që i ka bërë gjithë punët që kishte me jetën e vet, prap nuk e di çfarë do sjellje nesër. Nesër mund të humbi gjitha. Pse po ju a them këtë? Kjo do të jetë shumë motivuese për ty nëse ti se di çfarë do më bëj me jetën tënde. Nëse ty ka traditë që po të shko menja, do futem temu, do sjell ca produkte në Shqipëri, do i shes 10 fish në çmimit. E vetmi arsye pse s'ke bërë akoma është se s'ke byth. Ti mendon se nuk di mjaftu shumë informacion. Ti mund të jesh 15 vjeç, do më prit derisa të jemi 20 vjeç. Pastaj do di. Dakor të blaq, drejt ke, jam 5 vjet më tepër. Ti më shumë do dish. Po puna është, do dish gjithçka? Nuk më do menja, askush nuk di gjithçka. Askush se ka iden ç'se edhe nesër më. Kështu që për këtë arsye, kaq thjesht po ta menosh. A do vi mosha 20 vjeç dhe ti do thosh me vete, do di më shumë kur ti jemi 25 vjeç. Kështu që po pres 5 vjet tjera. Dhe pastaj kur do jesh 25 vjeç, do thosh që do dish më tepër kur ti je 30. Do kesh drejt dhe do presësh 5 vjet tjera. Nëse situata është kështu, nuk më nëse bë gabime dhe po pritet 5 vitet e para, kjo pritje nuk ka për të ndaluar në hero plak. Nuk duhet të demotivohesh nga njerëz që janë më të zgjuar se ti, sepse janë më të vjetër se ti. Normal, ke pas kohë me mësues ato. Unë ti o plak, jena dy çuna të ri që kanë lind në konkurrencë me dy pleq çifuta trilionera. Momenti që ti ke lind, ti automatikisht duke humb garën. Kundër këtyre nuk e ç'a bë për momentin, janë shumë lart për tu arrit. E vetmja gjë që mund të bëjmë është hajemi me njëri tjetrin, t'ia fusim njëri tjetrit. Kështu kanë bërë lekët gjithë njerëzit me lekë që njeh, ja kanë marrë dikujt tjetër me dëshirë ose me zor. Dikush që zgjohet nga gjumi dhe fillon garën 15 vjeç është para dikujt që fillon garën 20 vjeç. Dhe me këtë logjik, nëse ti vendos me prit të 5 vite, ti i bit jesh budalla, jo i zgjut. Mas 5 vitesh ti do jesh më i zgjut, po tash për momentin je budalla komplet dhe duhet zgjohesh nga gjumi. Shpresoj të keni kuptuar ai çik, e motivoni.